Pse mendja jote të saboton? Mendja jote shpesh është armiku yt më i madh. Ajo krijon frikë, dyshim dhe saboton përpjekjet e tua. Në këtë video do të shpjegojmë pse ndodh kjo dhe si mund ta ndalosh për të shfrytzuar potencialin tënd të plot. A ke ndjerë ndonjëherë se po punon fort për diçka, por mendja jote të ndalon në momentin e fundit? Kjo quhet sabotuese e mendjes dhe është më normale se sa mendon. Pse ndodh sabotimi? Mendja jonë është krijuar për të na mbrojtur nga rreziku. Kur do të ndryshosh diçka, ajo ndjen kërcënim dhe dërgon sinjale dyshimi dhe frike. A ke ndjerë ndonjëherë pasiguri të papritur pa arsye? Kjo është se truri është duke punuar për të mbajtur të sigurt edhe kur nuk ka rrezik real. Shenja të sabotimit. Prokrastinimi, mungesa e vetbesimit, tërheqja nga sfida e re, justifikime të pavetëdijshme. Këto nuk janë të këqija në vetvete, por bëhen problem kur pengojnë suksesin dhe potencialin tënd. Si të ndalosh mendjen sabotuese? Vërgo sinjalet e trurit. Pyet veten, kjo është frikë apo realitet? Zbulo besimet limituese dhe shkruaj ato. Zëvendëso ato me mendime pozitive dhe veprime konkrete. Këto hapa thjesht bëjnë trurin të punojë për ty, jo kundër teje. Ushtrime praktike. Shkruaj 3 gjëra që të friksojnë dhe bëj një plan të vogël për t'i përballuar. Përdor vizualizimin për të parë suksesin tënd. Reflekto çdo ditë mbi përparimin tënd. Këto praktikime e bëjnë mendjen të bashkëpunojnë me ty. Mos lejo që mendja jote të të sabotojë. Abonohu dhe ndiq serin ton për të mësuar si të shfrytëzosh fuqinë e plot të trurit dhe të thyesh çdo kufi mendor.